Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Mendova se vdiqja, Alban Dudushi flet për sfidën me sëmundjen e rëndë. Alban Dudushi tregon për sfidën që ka kaluar me sëmundjen e rëndë, të cilën e përjetoi në fund të vitit të kaluar. Ai shtoi gjatë tregimit se Bieta është personi që merret me organizimin e gjithçkaje, nga kontaktet e konsultat mjekësore, dhe gjatë kësaj kohe ka mbajtur një ngarkesë të 2 fish duke u kujdesur për të dhe duke drejtuar emisionin e saj. Përpara çështjes së kontratës me RTS-n, Alban Dudushi është përballur me këtë problem shëndetësor, të cilit fillimisht nuk i kishte kushtuar rëndësi. Ai u shpreh në një intervistë të fundit se në datë 9 shtator 2024, gjatë pjesës së fundit të emisionit, gjendja e tij u përkeqësua dhe u desh të shkonte me urgjencë në spital. Ai shton se Bieta është personi që e ndihmoi shumë në atë periudhë dhe i ka qëndruar më afër se asnjëherë. Për sa i përket largimit të tij nga RTS-ja, ai u shpreh se heqja e tij e punës ishte e padrejtë.